kryesorja. E qartë, në çdo rrethant. Mirë, çka do të ketë këtë sezon, këtë edicion festivali? Do të ketë filma. Do të ketë filma gjitha. Ata nuk po dyshet, kena marrë më knashtë po. Por gjitha janë premiera, në atë kuptim po flas, kjo është edhe ideja e festivalit, për që të sjellim çdo vit filmat që shfaqen për herë të parë në Kosovë. Ato ishte në Prishtinë, që janë filma të ri, përveç që janë premiera, janë filma gjithë filma të ri, përveç që janë premiera në Kosovë, ka premiera botërore, janë disa filma të shkurtë, metrash të mesën që shfaqen për herë të parë në botë, që është sukses për një festival. Mandej ka premiera ndërkombëtare, që i bie që janë shfaqen në vendin e vet, mandej është hera parë që shfaqen jashtë vendit vet. Premiera evropiane që i bjen që janë shfaqen në Amerikë, për shembull, shfaqen për herë të parë në Evropë, premiera rajonale që i bjen për që shfaqen për herë të parë në Ballkan. Kështu titullohen këto emërtohen, që të gjitha këto pastaj janë në total janë premiera në Kosovë. Jemi të gëzuar që po e hapim edhe si vjet, ka disa vjet radhazi me një film të Kosovës. Gjatë. Këtë si vjet do të hapim me filmin Toka brenda meje, apo The Land Within. Në anglisht e ka, regjisori Fisnik Maxwell, e ka mbi emrin, është preordin nga Kosova, jeton në Zvicër, është koproduksion Kosovë-Zvicër, veç se e ka pas një rrugë të mirë filmi, e ka pas premierën në Tallinn, në Estoni që është festival kategorisë A, Locarno saj pa tash, ashtu festival kategorisë A, edhe në Prishtinë të na, pra një film që i ka një 2 vullat forta, edhe të hapim ato, ka një kast madh të aktorëve të Kosovës, do të jetë një fest, por do të hapim kështu... The Land Within Me, po ma merr mendja që edhe tema ka të bëjë me tokën e munguar. Tema është film shumë interesant, s'po du tash me spoil me prish audiencës, po ka të bëjë me Kosovën e pas luftës. Me pasojat e luftës. Me një vend diku në Kosovë, edhe disa tri që i vuajnë ato pasoja. A ka marrë festivali tash me kohë këtë panevojën ta quaj për organizime jashtë filmit, se njerëzit janë mësuar tash me pa vetëm film? Kam përshtypjen që kjo ka ndodhur, se nëse e krahason në fillim, ka pas më shumë kështu aktivitete social, të themi koktejle, diskutime, me qëllimin që me i sjell njerëz në film. Edhe me i shtim sallë, apo... Në toalet me shtim sallë. A u letu po më këtë kjo, edhe jam korrekt me përshtypjen. Korrekt jetë, është letu. Në publika, vërtet, kanë qenë me i pa. A din që ka një kërshëri shumë të madhe për filmat e Ballkanit, është shumë interesant. Prandaj edhe ne... Se më duket në fillime atëherë, ekipa... Keni qenë kështu të i ndalë njerëz në rrugë me... Jo, është natyrshme, dhe më thonë, nëse shë edhe festivalet tjera, njerëzit ma shumë kanë qef, e kuptoj, që më thonë... Entertainment, po... Edhe filmi është entertainment, s'po di që me po, anë muzikore ma shumë, këto after partit edhe partit, i tërhekin ma shumë, janë edhe ma vonë natën, edhe rinia është ka target tjetër. Të na ka nështë një publik edhe pak mosha, nështë pak ma e në altë, po ne kemi edhe këtë programin për sjellë, se kemi edhe këto, për është pjesë e gjithë festivali, nuk është diçka që kena zbuluna. I kemi edhe programin industrisë, që janë këto workshopat, që shkon paralel, trajnimet, panel diskutimet, masterclassat, edhe janë këto ana muzikore, vësinë po fleti, që janë partit edhe after partit, po mënoj se realisht kjo duhet me qenë një fest, pra, kompletë, nuk është veç me pa filmin, qëre, gjithë film e njës për një dejti, është sikur qifti që takon në 2 vetë, marrëdhënia janë njës për një dejti, për një takimit parë, edhe mëse mundet me zhvillu këtë jetën me qenë bashkë. Edhe filmet bëhen prej kur 2, 3 ose 4 vetë, takon edhe njofton, kështu, duhet më njoftu, duhet më njoftë. Mandej është natyrisht projekti, po ka të bëjë shumë me besimin ndër njerëzor, edhe me atë kimin. Pra, ne i bojmë edhe këto takimet, i kena qujtë Prishtina Rendezvous, është të mënë date one-on-one, i lidhin producentat të ndryshëm, me distributor, me script doktora, me këse edhe i bojmë këto date-at e parë, nëherë dhez, nëherë nuk dhez. A ka prodhime që ka ndodhë si rezultat të këtyre? Ka prodhime. A keni regjistrin? Se është krenaria madhe realisht, nëse pasuria e festivalit. E vërteto, këtë filmat e Kosovës,
që në bo, kanë kalu përmes anës forum e qëmë nga Prishtina Film Forum, që është pjesë e festivalit, ka kalu përmes forumit, në kuptimin kur kanë qenë halon skenar. Fantastik. Tu janë nisë prej, që me përmen matë njoftën, edhe këtë tjerë, për shembull Zhoj. Zhoj ka qenë të në forum para 5 vjeta, nuk e di, edhe ka qenë Blerta, edhe kush ka qenë producent, Ylli e kanë prezentu si projekt. Pitching kanë bu, para industrisë. E aty njëri të asaj ka qenë ajo Kim Jutani, që është selektore e Sundance-it. Na e kena si njëri. Edhe ajo e ka po aty, atë projekt, i ka pëlqy prej prezentimit me fjalë. Edhe ka përcjell, i ka kryu kontaktet me Blertën, me Yllin, e ka përcjell, edhe kur u bo filmi, e ka dashur me pa, e ka selektu, kanë fitu 3 çmime në Sundance. Po s'am që kjo merit e jona, si përqa, po na është një mundësi aty për me. Është krenari, është pasuria e festivalit. Besa, me që e përmendes, po mi pa tyt, a arsjeton atë titrimin ama ma thua e kështu drejt për drejt. Ku menova që u harru kjo. Jo, nuk, që mu kujtu, veç mu kujtu kështu. Si më deklaru iqë për këtë tim, po që me bota shpo. Pa t'i vendosë që me titru filmin në gjuhë standard, arsyetimi ishte që gjuha e personazheve është e pakuptuar. Nuk po du me dhonë opinion, se kështë të dhonë opinionin tem. Jo, po më duhet. Jo, shive, unë kesh në Tiranë djelen e patëm atje një audicion për një film 3 që të e bo, edhe ishëm ata kolegët e Tiranës, Shqipnisë, edhe ra u qelë kjo muhabet, po getë s'po muj me i kjo muhabetit. Edhe ata, ishim 2 me 2, 2 të Kosovës, na, edhe 2 të Shqipërisë, ata 2 të Shqipërisë ishin shumë kunder. Dhe më dhëmë thani, se kjo është nuk bane, është skandal, ka qeni, bla. Dhe sa na 2 të Kosovës, thamë, po pse, adin qka nuk heb, nuk ka qash, po jem adhe, hajtë. Po jo, ata u bom, njeri e pre të kundërtën në këtë rast, për shumë që natë Kosovës me thonë kjo është skandal. Me thonë drejten, mu nuk mu ka do, ka arben qaq skandali madhë. Për shumë, sepse unë edhe kumë pa raste kur filmat e Quebecit, për të Kanadës, që në gjuhën franqeze, në Fransë i titrojnë në gjuhën standarde franqeze. Se dialekti është shumë i ndryshëm franqisht. Mësana ata se më se kuptoj franqisht. Pra nuk është kjo ras unik të na, mu ma shumë ka pas pengu, nëse veç duhet mu deklaru për këtë punë, ma shumë ka pas pengu arsyetimi, kër u bo skandal, arsyetimi, dhe me fillimisht ke, jo për këta, për shurmemecet, që në fakt nuk ka qenë ashtu. Ata e kanë bo, përse nuk kanë mendu që se kupton këtë Shqipëria që edhe mund tjetë. Dhe ma skandalisht e pastaj gjua e personazheve. Në fakt, gjua e personazheve është pjesë e artit të filmit. Gjua e personazhe bazike. Nuk mundesh me, apo kupton? Bazike. Kështu që ata menoj që gabun se u frigun prej skandalit e fillun një farë defanzive, menoj që mua e së më ka pëlqy. Se ata që kanë vendosë në fundit janë në televizion privat, apo din edhe se kur ju, mundin me marrë një vendim, që ju me ndonë. Nuk është qëllimi asnjëherë që me, ta themi, me stigmatizu tash, sepse është gjarë interesant, edhe natyrisht që nuk mundet me kalu pa u komentu. Nejse, unë e pa ta marri nati se realisht fëmijët e mi, vajzën time, e dëgjoj të e thirë zogon djalin Vlaçko, e kam su ping-ping-pingut. Që s'kemi më rrinë herë. Jo, kena më rrinë, më s'ki gajle. Ata tungt në thojnë. Tung, kur shkojnë atë në thojnë tung, ka plot i fjali kanë marrë. Në fakt, bile ka shumë më shumë, edhe është e jashtë zakonshme. Nëse ngon këto muzikën, për shumë, ata kanë fillu me kënu gegnisht. Sakt. Se është trendi tash, kështë që është e dy anshme, po lëvizet dhe kneva. Bile aq gegnisht sa kanë njerë tekstet e Elvana Gjatës, më duhet me i pa në letrare për mi kuptu unë qka është të thanë. Po dhe se i ka disa tekste që janë kështu tipik slang Prishtine, bile, jo, as gegjo. Wow, knasha të bo muhabet, në fakt, nuk e prita. Mësina ty Nuk e prita me ta kështu. Na falni nëse jemi të ju pengu, na mundemi me vo vetë muhabet ju. Ja, interesante. Mirë, pse duhet vinë të marrë të njerëzit, përveç premierës, qka tjetër, t'japim pak, të themi...
feedback që t'i shojmë njerëzit aty. Po në këtë javë është përplot me shumë filma të mirë. Të martë në fakt është me ftesa, me thënë drejtën, po këtë filma tjerë mande janë të hapën për publik teri në fund. Pro, me natën 12 në është një film rami, që është hapja së rjenë, mande prej 13 janë 5:05, ka program teri në ora 11 natës. Me thënë ka filma të shkurt, filmetarës të mesën, gjatë, nga kategoritë ndryshme, pra ka filma të mirë në Ballkanit, po them janë shumë të mirë këta të gjatë, këta të shkurt, ka shumë, janë do filma të shkurt që janë interesantë nështë për publikun, janë për shembull do regjisorë diasporës. Janë 3 regjisorë, 2 regjisore edhe 1 regjisor, nga Zvicra, janë shqiptarë nga Zvicra. Edhe kanë bërë 3 filma të shkurt, fakt 2 të shkurt, 1 të metrazhit mesëm. Edhe janë premiera këtë për Kosovë, edhe është një potencial i ri, është ajo. Presheti, domethënë, ka bërë filmat në Zvicër, po janë temat tona. Ose ato janë rritë, ato janë ata bjen. Po edhe janë, domethënë, diçka në ardhje, është tash një film e re që po na vjen këtu. E besoj kjo është interesant. E mbyllim festivalin Kret me një film interesant po ashtu, Të dielën, pra në ora 7, 7:30, me filmin Jericho Ridge, që është film britanik, pra UK. Po, s'ka të bëj me Kosovën si temë, po e kemi ftu sepse është premiera ndërkombëtare e tij, sepse është i xhiruar krejt në Kosovë. A s'ka të bëj me Kosovën si temë, po e ka përdor Kosovën si lokacion xhirimi. Wow. E kjo është po ashtu një diçka e re që është për ne. Tema është ngjarja ndodh në Amerikë, actually film britanik, a tema është në Amerikë, thuso në Nebraska, si di ka ngjarja një sherif diçka. Si lokacion në Kosovë? E kanë xhiruar në Gërmi. Wow. Po. Kryesisht, ndoshta kanë xhiruar diçka tjetër, por shumica është xhiruar atje. E kjo është një diçka e re. Për shembull, Kroacia ka përdorur këto shumë, edhe në Serbi që serialet e filmat kanë xhiruar në lokacione, po sepse u bën më lirë. Edhe po përfitimi është ndoshta medalë, cili është arsyeja, po më lirë, jo më lirë. Më lirë është. Edhe më lirë, gjithçka, fuqia punëtore, akomodimi, ushqimi, shërbime teknike, këtë më lirë. Aktorët i marrin për atje, ata që falin në gjuhën e tyre, e gjirojnë aty. Tash Kosova është shumë i vogël, këtu po është ky hapi i parë, i madh. Edhe ne do ta shfaqim këtë film, që në fakt është i xhiruar në Kosovë, ti mendon që është në Amerikë. Edhe do të vinë, domethënë kasti i filmit, producenti i atij filmit është Mark Bolinjo, është producenti i filmit King's Speech, që i ka marrë në 3-4 çmime Oscar, BAFTA e kështu, edhe ai vjen. Pra kemi një fest po ashtu në mbyllje, edhe ai është film interesant, kështu që ka, për shumë çka kemi pra këto festat muzikore që kemi aty në lounge të tapeti, ku që kemi një after të shtunën një muzikë elektronike në Pallatin e Rinisë, qështu, ka gjithçka. Do t'i kthejmë festivalit fare në fund, po duhet me do mos pak të kalojnë për këto serialet që po prodhohen. Natyrisht e dim, familja moderne është ajo vula që pati nis gjithë këtë ndërmarrje. Tash është bërë shumë, ka shumë prodhime. Si po i shes, si po të duken? Une, disa i pëlqej, disa si pëlqej. Njëjtë sikur ti besoj. Po. Ose si çdo njeri që